Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Në mbrëmje, Tetova u gjallërua si dikur. Sikur vitin 1993, kur u formua PDSH-ja, po ashtu dhe sot. Por ajo që na befasoi ishte qendra bosh e qytetit të Tetovës, për cilën tha se komuna do ndaj 25.000 euro për zbukurimin e saj. Por mbrëmjen e bëri të bukur PDSH-ja sonte në sallën e madhe të Pallatit të Kulturës. Nuk kishte vend për publikun, kjo ishte befasia e dorës parë. Pra, më në fund, shkëlqimi filloi që të rikthehet në PDSH. Ta dëgjojmë se çfarë tha kryetari i saj, zoti Mendo Thaçi, në një drejtim opinionit. Dukeshte se u kry ky hapësirë. E dyta, që ndoshta ishte pjesë e fatit historisë. Shqipënia dhe Kosova shpesh, po them me të drejtë për ata, neve shqiptarëve të Maqedonisë, na lenin fatkeqësisht disa prej tyre si element për kusurim të interesit Shqipërisë dhe të Kosovës, ndërsa të tjerët në krye me Ali Ahmetin, të inspiruar nga Bashkimi Sovjetik dhe idealet e liga anti-perëndimore, anti-civilizuese të marksizëm-leninizmit, i bënin huxhum me gjitha shqetëtat dhe shpatat helmuese kësaj partie. Kjo për ta thënë është e vështirë, po kjo, ju lutem që mos kemi keq kuptime, kjo është e vërtetë. Arbe Xhaferi i vendosi themelet e politikës intelektuale. Unë jam munduar që t'jem gardiani këtyre themeleve. Bindjet e mia dhe të PDSH-s, si kanë qenë atëherë, vazhdojnë të jenë. Shqiptarët Maqedoni janë komb dhe shqiptarët pa i pas të gjitha të drejtat që i ka të tjerët, Maqedonia nuk do të sheh hajër. Tu nuk ka diskutim. Unë po mundohem sot në këtë solemnitet fjalorin ta kem të kujdesshëm. Unë asnjëherë nuk kam pas mahnitje se mund t'jap dikujt përgjigjen e merituar. Po e di se shpeshherë këto përgjigje janë quajtur ndoshta si ofendim, ndoshta pak si fjalor i dhunshëm. Megjithatë, të dashur shqiptar, ju apeloj që të keni mirëkuptim për këtë fjalor. Këta autokrat, me premisa të diktatorit të shqiptarëve si që ka Mickovski dhe shërbëtorët e tij Vleni, duhet të kundër përgjigjet fortë lideri i opozitës. Jo si këta të tanishmit që janë të strukur dhe të frikësuar në kulturët e tyre, që u thujnë arsimtarëve reagoni, mjekëve reagoni, punëtorëve të kulturës reagoni. Nuk mund ata të reagojnë, sa të janë të pambrojtur. Lideri i opozitës është i mbrojtur prej gjithë opozitarëve. Dhe përfundimisht, në momentin që ndoshta u kriju një dëshpërim i madh, PDSH-ja sot vin me shpresë të shqiptarët e Maqedonisë, të thotë se s'ka vend për dëshpërim. Ne kemi kalu kohë dhe momente shumë më të vështira. Ne jemi këtu, siç thonte Ramet Pastmarën në Qipi, ne nuk largohemi pi këtu, ne sot, bashkërisht, këtë pamje dhe fotografi të historisë së re dhe të vjetër të shqiptarëve u aqojmë si mirdita Shqipërisë, Kosovës, bashkisë ndërkombëtare dhe sigurisht edhe këtyre që janë qeveri. Nuk është momenti për dëshpërim. Bashkia ndërkombëtare, duke marrë një pjesë të fajt
nga dëshira e madhe për stabilitet në Maqedoni, shpesh herë çështjet e shqiptarëve i ka lënë më njanë dhe shpesh herë ka avancuar njerëz të cilët janë të moderuar. Sot këto momente, kur shqiptarët e Maqedonisë janë i vetmi popull në Evropë që vazhdojnë të shtypen, besoni se vështërsitë e PDSH-s për ta shpjeguar këtë shtypje vazhdojnë të jenë mëdha. Po pra, dhe u premtoj të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Do i mbrojmë dhe do i rrethojmë. Bile, drejtorët në përshkolla do i rrethojmë shkollat, po do shkojmë edhe në qeveri të rrethojmë qeverinë. Nga ajo që e njoh politikën, nga viti 1993 deri sot, ku vërtet jam lokalist, mirë po këtë mendoj edhe e bën. Pra, PDSH dal nga dal, por i kthehet në stazat e të kaluarës. Ajo pjesa tjetër e cila sot, jo po argëton, po e irriton, që do kisha thënë më tepër është se sa që duhet, është situata lidhur me avokatin e popullit dhe zyra e avokatit të popullit në Maqedoninë e Veriut sot ka lëshuar një deklaratë lidhur me atë sa është rritur në krahasim me vitin 2024 0.6% punësimi. Nuk u durua vleni. Pa është bash ashtu. Unë them nuk është. E para. Vleni erdhi në pushtet në muajin qershor me VMRO DPMN. Derisa u akomoduan, kaluan 3 muaj, 4 muaj dhe. Po mbi gjitha. Çfarë nuk shkon me këtë lajm? Zyra e avokatit të popullit në Maqedoninë e Veriut nuk është në krizë, është duke ushuar me vetdije politike. Mosgjidhja e avokatit të popullit nga kuvendi nuk është neglizhencë, por është akt i drejtë për drejtë sabotimi institucional që prodhon pasoja të rënda për qytetarët. Pra, pa avokat të zgjedhur, institucioni është juridikisht i gjymtuar. Çdo raport, rekomandim apo shkresë që del nga ky zyrë është letër pa peshë, sepse më morën në shkrimi i autoritetit të vetëm që ligji e njeh, pra avokatin e popullit. Autorizimet e përkohshme janë alibi politike, jo zgjidhje kushtetuese. Ironia është brutale. Institucioni që duhet të mbrojë qytetarën nga shteti, pra avokati i popullit, po shkelet nga vetë shteti. Punojësit në avokatinë e shtetit flasin për vdekje klinike, sepse pa avokat, për vitin 2026, askush nuk ka të drejtë të nënshkruaj, askush nuk marr përgjegjësi, dhe çdo vendim mund të hidhet poshtë në gjykatë. Kjo nuk është thjesht krizë funksionale, por zhveshje e qëllimshme e qytetarit nga një mekanizëm mbrojtës. Kur avokati i popullit paralizohet, qytetari detyrohet të shkojë në gjykatë, që kushton shtret, është në veprim punën ngadalt dhe shpesh e paarritshme për të varfrit. Apeli për vazhdimin e autorizimeve është pranim publik i dështimit të kuvendit. Në vend që të zgjedhë avokatin, politika zgjedh të shtyp problemet dhe ta normalizoj kaosin. Kjo është sjellje tipike e një shteti që stimulon institucione, por nuk i respekton ato. Më absurd është fakti se ky institucion, pas 25 vitesh ekzistencë, ende nuk ka as objekt të vetin dhe paguan qira, një simbol i përkryer i trajtimit përshmues që shteti i bën mbrojtësit e të drejtave të njerëzit. Përgjegjësia ka emër dhe mbiemër. Ku vendi i Republikës së Maqedonisë? Jo punonjësit, jo qytetarët, por deputetët që me mosveprim po prodhojnë vakum kushtetues dhe po minojnë shtetin e së drejtës. Nëse kjo situatë vazhdon, avokati i popullit mbetet vetëm një titull bosh në ligj, ndërsa qytetarëve do të mbetet një mesazh i qartë në këtë shtet, të drejtat vijnë vetëm në letër. Raporti pa avokat të popullit mund të paraqiten vetëm teknikisht, jo ligjërisht i plotfuqishëm. Ja pra si qëndron puna. Kush ka të drejtë ligjore? Sipas ligjit avokati i popullit zgjidhet nga kuvendi. Është autoriteti vetëm kushtetues që nënshkruan raportin vjetor. E dorëzon në kuvend, mban përgjegjësi institucionale. Pa të, institucioni është i sakatuar juridikisht. Atëherë çfarë bën i autorizuari kësaj radhe Ilber Rufati? Nuk është avokat i popullit. Ka vetëm autorizim administrativ të përkohshëm. Mund të koordinojë punën, mbaj institucionin gjallë dhe nuk ka legjitimitet të plot kushtetues. Raporti që ai mund ta dërgojë është informativ, pa peshë të plot juridike. Kuvendi mund ta marrë për dieni, por jo ta trajtojë si raport zyrtar kushtetues. Pra ku është problemi real? Problemi nuk është raporti, problemi është ky. Pa avokat të zgjedhur, nuk ka kush ta nënshkruaj aktin.
Nuk ka kush të marrë përgjegjësi, vendimet dhe rekomandimet mund të konstatohen dhe kontestohen në gjykatë. Prandaj, punojnë si thonë në avokati vdekje klinike, sepse në vitin 2006 si përgjithësisht autorizimi aktual mund të mos vlejë. Çdo dokument bëhet i brisht ligjërisht. Qytetari humb adresën e fundit të mbrojtjes jashtë gjykatës. A mund të vazhdohet autorizimi siç ka kërkuar Ilber Rufati? Po, vetëm politikisht, jo si zgjidhje. Kryetari i Kuvendit mund të vazhdojë autorizimin, por kjo është arnë, jo zgjidhje ligjore, jo standard demokratik. Dhe për fund, faji është të Kuvendi, jo të punonjësit e avokatisë. Raport pa avokat është letër pa peshë. I autorizuari menaxher krizë është jo institucion. Pasojat i paguan qytetari. Mbetet vetëm në gjykatë të kërkojë të drejtën që është shtrenjtë dhe ngadalë. Pra të thuhet maqësimisë nuk e besohet në atë që quhet sistem gjyqësor. 2% është besimi. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.